Une do t'ja filloj nga vehtja, se ku ma mirë se nga vehtja. Do t'ja filloj, arsyeja është pse nga vetja, sepse une kom pas edhe vjehër, edhe kom pas nanë, të cilët kom thith diçka prej tyne. Une kom mendu që une jam moderne, edhe qka të thot medicina, djalin e kam të lindën 74-sin, kom mendu që qka të thot mjeku, apo ndonjë këshillimore, kom thonë që qashtu duhet me vepru. Nana jeme shpesh thojke, po bënja si na. Unë thësha jo, se kjo është regulli, tash është i ri. Një gabim që e kom bate djali fitoj ke pesh, por jo shumë. Edhe kur kam shku mes 5 jave në Mitrovic të nana, më ka thonë djali që në ka nën pesh. Shku pe din ti që është nën pesh. Kur më ka thonë doktori që është mirë. A në realitet 2 javët e para veç filloj me shtu pesh dhe mendova që pesha është e mjaftueshme. Edhe më detyroj me shku të një pediatër, shkova, tha djali nuk pas ka shtu pesh, filloje me diçka tjetër, unë e pata problem pak me gji, edhe mu dasht me aplikun formula. Ato 2 dit, djali filloj me urinu shumë. Edhe thash nanës, po djali po urinon shumë. Po thot po urinon shumë se e ka barkun plot edhe... Do me thanë, unë pas nga gabu, që urinimin nuk ja kom kontrolu. Kom mendu që është në regull. Edhe që isha mami. Gabimi parë ke kjo. Gjyshja, unë djali qajke, na jetojshëm edhe me gjyshën, gjyshja ime, thot ama qa djali ta qes edhe të përkuni, thash jo gjyshe, tash është, zduhet kështu më përkun, tash duhet me qitë në shtrat. Pire thash ti këtu, se kishëm edhe thmi tjerë, si e kam qitë ardianin, ka fjet tanë kohën. Unë e thash, ma përkun, thunin gjyshës që sës është. Që ti thëmë këto në kohën e tashme, tash janë dalë shtretnit për beba matë shtret që lëkunje ritmike. Edhe Mojzis Basket është lëkunje ritmike. Tash mëre men edhe gjyshja me paska, se beshiku nuk e tund shumë bebën, një ritmike, se ka kufizime. Edhe koka nuk lëviz një ritmike. Aty i kom thënë, do me thënë, gjyshja pas ka pas të drejt, nana ime pas ka pas drejt. Le që jam në mënyrë moderne. Lidhe tha fëmijun, se s'pe lidh, nuk du thash me lidh fëmijun, se doktori ka thonë nësë mja lidh durt. Prap, gabim. Kur ju marë në Londër, si ju marë në Londër, masi që e kryva në Libi, shkova në Londër, mu ka dasht me shku 3 muj për si të trajtohet i posa linduni. Ata me një herë pështelëshin të minë. Thësha, pse me pështel, duhet dur të lira. Më spjegun që duhet me lidhë, që me qenë ma ingrahte. Thashtë edhe gjyshja jem pas ka pas të drejtë, që ka thonë lidhe thminë mëse le. Kur ka arë puna tash të kuj vogli, të altini, edhe kom lidhë, edhe kom përkun, e kom përkun një ritmike. Do me thonë, në për shtresa ku kom kalu etapave djetësore, ma te pri kom arë prej gjyshje e prej nane se prej librës.